Faleminderit, pyetje shumë logjike. Shumë logjike. Atëherë, ajo që mendoj është që ata duhet hyjnë në atë mënyrë dhe në atë moment kur të jenë përgatitur jo për të marrë vota për një deputet, siç ata kanë hyrë, apo për 2 deputet. Ata duhet hyjnë në atë moment dhe të përgatitur në atë mënyrë sa të marrin një numër të tillë deputetësh që t'i kthejnë në një faktor në parlament. Si vjen kjo? A vjen kjo me njëherë? Jo, nuk vjen me njëherë. Shka do të thotë që kërkohet që betejë atyre nuk mund të bëhet vetëm në studio televizive, që do të thotë ata duhet të prekin problemet më të mprehta të shqiptarit në politikën e jashtme dhe të brendshme. Po të shikosh politikën e jashtme të tyre dhe gjeopolitikën shqiptare, asnjë lloj artikulimi. Po të shikosh disa procese të cilat janë shumë të thella të shoqërisë shqiptare, siç janë të drejtat e njeriut në shoqërinë shqiptare, siç është funksionimi i drejtësisë në shoqërinë shqiptare, siç është, marrëdhëniet midis zonave rurale dhe urbane, siç janë problemet e emigracionit shqiptar, ata akoma nuk kanë arritur te pika djegëse që ta bëj shqiptari në dhomën e tij të ngrihet nga kultugu dhe thot, kjo është ajo që unë dua. Dhe nga që nuk arrin këtu, për arsyet e tyre, mendojnë se me qenë se janë të rinj në moshë, shqiptari dhe japi votën. Jo, nuk ta jep. Pse? Sepse e reja në moshë apo në jetën politike ka brenda si avantazhin, po ka dhe dezavantazhin, të cilat barazohen, sepse ai që t'jep votën thot, po unë s'të njoh, ti vërtet je i ri, vërtet unë dua të kem një leadership qeverisës të ri, por e dua dhe njëri që ta kem të besuar, të provuar. Pra, janë të dyja, për të mos thënë që gabimet që kanë bërë me xhajat, me dajat, me kudiun se çfarë, ajo ishte një gaf e jashtëzakonshme. Merë dhe tjetrën që ai që sot është avokat i popullit, deri dje kishte një qëndrim të saktuar, në një moment tjetër shkon dhe pranon emërimin e tij atje. E drejtë e tij ta kërkoj. Por imagjino se çfarë funksionon në subkonsciencin e elektoral, të elektoratit, të qytetarit, subkonsciencë që është dhe subkonsciencë, por është dhe konsciencë ndërgjegje. Nuk duhet marrë njeriu në punën e vet sikur nuk funksionon politikisht, sikur nuk kupton gjërat. Jo, më kupton mirë që a kemi ne, profesor, realitetin e duhur që ne të mund të qëndrojmë besnik idealeve? Jo, nuk e thash, është e drejtë e tij. Unë po them për pasojat. Po them individi po dojt bëhet dhe pilot. Jo, po shon në një këndvështrim tjetër. Pra, në këtë realitet është bërë kapçat kapësh, se duket e shumtuar kur e thua. Atëherë mos kërko të marrësh vota, kaq po them, nuk po them kundër. Më pyetet, pse? Jo, dakor. Ja këto janë. Po them, a ekziston edhe kjo? Anë medaljes? Për mua, unë s'do bëj kur. Po, a ka njerëz që e bëjnë? Po jam dakord me ju. Unë po them pasojën. Po. Pasojën. Duhen menduar disa gjëra. Unë e kuptoj të marrësh vëshin karige te kryeministria, është diçka. Nuk i hedh gurin askujt. Çfarë solli? Asgjë. Çfarë solli? Unë nuk e di. Unë kam qenë kritik, po kam mbyllur gojen. Pse kam mbyllur gojen? Po mos e hidh gurin tek ai njeriu që është atje. Pavarësisht se ai hedh gurin ndaj nesh, thotë, hajdeni këtu, kush nuk vjen këtu është. Ku diun, quaj emrin çfarë duash. Po pse nuk shkojnë aty? Po ta thash për të është besueshmëria. Po, jemi në një moment që, domethënë, pakënaqësia është e madhe dhe çfarë do të thotë pakënaqësia është e madhe? Po në popull. Po jo, po problemi është ndaj qeverisjes. Po patjetër. Po pakënaqësia nuk do të thotë
Po nëse ti pret atë alternativën e përsosur, ajo mund mos vi kur. Jo, nuk pret përsosur. Pakënaqësia është pakënaqësi, problemi është që ai i cili vepron nuk vepron si qytetar ideal, vepron si qytetar, si një individ që ka interesat e tija. I vendosur dikush midis faktit që të shkoj atje apo të humbi punën si mësues, thot, do ruaj vendin tim si mësues. Po mirë, se s'janë gjithë në punës apo. Ta vazhdoj? Po. Pa ai që është mjek, pa ai që është polic, pa ai që ka babain oficer, po ai që punon në një ndërmarrje që merr një tender nga qeveria, po ai tjetri që ka gjyshin edhe motrën që i punon në bashki, nuk po flas Tiranës, se ku tjetër, po ai kështu, po ai ashtu, edhe bëhen këto. Unë po flas mbi baza sociologjike që i kam studiuar në komuna dhe në bashki të vogla, s'kam bërë këtu në qytetin e madh. Keni qenë ndonjëherë i pranishëm në ndonjë nga protestat kombëtare të fundit të opozitës? Po s'është ai roli im. S'është ai roli im. Si është e mundur që të bësh edhe profesionin tënd, edhe të shkruash probleme sociale, dhe të bësh atë hobin tënd, por dhe ti vihesh në shërbim qytetarit, me ai sa ti mundesh. Pastaj të bësh dhe demonstruesin. Po kjo është dëshmi e fortë edhe e trisht njëkohësisht. Domethënë, të mos ketë njerëz si ju, opozita në shesh, që t'i bashkohen. Pse sheshi është ai që përcakton? Jo, tregon shumë. Po pse mos bashkohet opozita me mua, po bashkohet unë me opozitën? Po pra, ose Anasjelltas. Po Anasjelltas pra, shko pyeti ata. Kjo s'ka ndodhur. Dhe s'ka gjasa të ndodh. Po si mund bashkohet intelektuali kur ti i thua ose do jesh me mua ose ik. Pra, unë të ftoj si intelektual, po nuk të pyes. Ose të bëj sikur të pyes, po të bëj ato që di vet. Okej. Tash çfarë të them unë, tash po marr se sikur po them unë, s'jam asgjë, s'jam askushi, nuk pretendoj asgjë. Kam ardhur, po i përgjigjem pyetjeve tuaja me sinqeritet dhe po them. Jo, kur them ju, jo vetëm ju, sepse është bërë shumë ky diskutimi që do më lejoni vetëm një gjë, të them vetëm një gjë për anën time dhe kërkoj ndjes para jush dhe audiencave tuaja. Kush e kritikonte nga këta që janë sot deputet apo drejtues një lloj politike falso që bëhej nga Zoti Basha në kohën e vet. Asnjëri. Dhe kur unë e kritikoja, duke e pasur dhe mik dhe kam respekt për atë, e kam dhe mik, e kritikoja rënd. E di çfarë më thoshin këta sot, këta deputet? Po, çfarë kemi Partinë Demokratike? Pse, ç'është kjo kritik? Ora ju e kuptoni se ç'po ndodh apo s'po ndodh? Asnjëri s'fliste asgjë. Vjen puna sot, të gjithë jedhin gurin asaj politike dhe unë i shikoj dhe them, mor, po ju keni qenë në atë kohë. Tash, çfarë do të them? Që kërkohet? Kërkohet intelektuali të jetë ushtar, i rreshtuar, gardist i kuq që të shkojmë mbas politikës? Po jo. Që do të thotë inteligjenca është e mërzitur me politikën. Unë jam shumë dakord me atë që thoni ju. Qytetari është i pakënaqur, por pakënaqësia nuk do të thotë aktivizëm politik. Ky është gabimi në analizën që bën opozita. Dhe nga që bën këtë gabim, hedh gurin mbi popullin, mbi qytetarin. Intelektualin apo jo?